cilësua si një marrëveshje e re underground, madje u fol edhe për një telefonat mbrëmje balla që ishte gënjeshtër, por balla Bardhi, nuk ka pas telefonatë? Ishte një gënjeshtër e madhe dhe padyshim që në një kohë kur propaganda po përmbyt gjithçka dhe fatkeqësisht kur edhe mediat me licenca kombëtare janë vënë në shërbim propagandës së qeverisë, padyshim që e gjithë qeveria dhe e gjithë, po themi, kontributi i qeverisë do duhet shkojë në raport me tymnajet të cilat fshehin të vërtetat. Ajo çfarë ndodhi në Parlamentin e Shqipërisë, duke dhënë opozita, praktikisht ishte një rezolut e opozitës ku ju bashkangjit mazhoranca. Dhe kjo vjen për shkak të një roli konstruktiv që ka pas Partia Demokratike si parti kryesore në opozitë dhe padyshim e gjithë forcave tjera opozitare në raport me integrimin. Ajo çfarë është thënë në vazhdimsi nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës së përgjithësi është fakti se do të jetë garant dhe do të jetë e gatshme në çdo moment për të bashkëpunuar dhe për të dhënë të gjithë ekspertizën dhe kontributin e saj për sa i përket ligjeve të cilat shkojnë pro integrimit dhe pro procesit të integrimit. Dhe kjo ka qenë edhe fryma me të cilën është hartuar kjo rezolut dhe padyshim nuk është dëshira e mazhorancës në raport me këtë çështje, por është një detyrim i saj në kushtet kur procesin për shkak të vendimeve të saj politike e ka futur një ngërç mjaft të thellë. Mjafton të përmendim disa momente të cilat janë të rëndësishme. Ka qenë kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian në Tiranë, i cili nga zyra e kryeministrisë e cilësoi çështjen e drejtësisë dhe në këtë rast çështjen e zëvendës kryeministres në atë kohë, Belinda Balluku, si test kritik për Shqipërinë dhe test kritik për sa i përket antarësimit të Shqipërisë, pa rrugës së antarësimit të Shqipërisë. Ka qenë një raport i 2 javë më parë, një raport i gjerë i Komisionit Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, raporti i AFET, i cili ka vënë gishtin realisht mbi plagët të cilat sot po mbajnë peng procesin e integrimit. Dhe njësë me shtetin e së drejtës, pra